Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës për gjatë minutave në vim, patjetër që do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet të cilat vijnë nga Turqia, tek demonstratat të cilat kanë arritur kulmin e tyre menjëherë pas arrestimit të rivalit kryesor të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, kryebashkiakut të Stambollit Ekrem İmamoğlu. Një arrestim i cili ka pasuar edhe me qindra arrestime të tjera të cilat lidhen me personazhe dhe individët më të ngushtë dhe më të afërt të kryebashkiakut İmamoğlu, artist, gazetar dhe individ të fushave të ndryshme. Që prej arrestimit të İmamoğlut, Turqia nuk ka gjetur qetësi nga protestat dhe demonstratat e shumta të cilat kanë ngritur qytetarët turq në sheshe për të kundërshtuar në një farë mënyre këtë arrestim i cili duket dhe theksohet vazhdimisht që është një arrestim i qëllimt të paktën nga ana e presidentit Erdogan për shkak se konsiderohet si rivali i tij kryesor dhe individi i cili mund Erdogan në zgjedhjet presidenciale të vitit 2028. Ka një krizë tepër të thellë politike aktualisht në Turqi. Informacionet dhe detajet do të na i përcjellë në një komunikim të drejt për drejt gazetari Sokol Brahaj. Sokol, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, është kënaqësi. Sokol, kemi të bëjmë me një krizë të thellë politike në Turqi aktualisht, një krizë e cila vjen si pasojë të gjitha zhvillimeve dhe arrestimit të kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Fillimisht si paraqitet situata në Turqi, Sokol, për të ndalur më pas tek të gjitha zhvillimet dhe detajet e tjera? Po, në fakt, ditën e pardjeshme, partia opozitare, GHP-ja, pra partia e Ekrem İmamoğlut, ka bërë kongresin jashtëzakonshëm ku u rizgjell përsëri kryetari i saj Özgür Özali, me ky ishte preteksti që nga ana e prokurorisë turke ish kongresi i fundit që është bërë në vitin 1920, domethënë para një viti e 4 muajve, ka qenë i pa rregullt dhe me këtë pretekst normalisht që sipas ligjeve turke i quhet një administrator tjetë e partisë, pra për të mbrojtur partinë e vet, partia opozitare turke, për më shoqëruar një administrator të besueshëm të qeverisë normalisht, sepse është partia opozitare, ata e bën një kongres të jashtëzakonshëm ku përfundimisht mbaroi, domethënë zgjedhë edhe Këshilli i Lartë i partisë, u zgjedhën gjitha organet e partisë, dhe kështu që sipas opozitës mendohet që tashmë nuk do i hiku partia nga dora, domethënë nuk do kalojë në dorën e qeverisë partia opozitare, dhe pasaj dje dhe sot kanë filluar vazhdimisht pa ndërprerje dhe vizitat qoftë nga jashtë, qoftë edhe nga liderë tjerë opozitarë të Turqisë, duke bërë vizite në qendrën e partisë GHP në Ankara, ku ajo që është për të theksuar është që ish kryeministri i fundit, ish kryeministri Erdoganit, Ahmet Davutoğlu, bëri vizitë në parti dhe u takua mbi një orë me Özgür Özelin dhe biseduan për çështjen aktuale të kësaj, dhe pas takimit me dyert të mbyllura në pronësim për media, të dy u shprehen që lëvizja e qeverisë dhe vetë presidentit Erdogan ndaj Ekrem İmamoğlut është një cënim i demokracisë turke, i drejtësisë. Syje kërkojmë sa më parë që të lirohet Ekrem İmamoğlu, po ashtu edhe 300 e sa studenta, çuna të rinj që janë arrestuar gjatë protestave dhe ka mbi 2 javë që janë të arrestuar, të lirohen sa më shpejt. Situata në fakt protesta të gjithanshme nuk kemi, në për universitete ka mbledhjen e studentave që protestojnë vende pak nga pak, sepse ishin 10 ditë pushim, domethënë bëri Erdogani 10 ditë pushim për të ftohur gjërat normalisht nga ana e politikës, dhe tashmë presim që nesër të fillojnë përsëri mitingje ku deri në zgjedhjet e ardhshme, kudo që të bëhen, ose të parakoshme ose në deri në 2028, pritet që vazhdimisht të mbajë domethënë tarafin e vet, domethënë opozita ta mbajë të konsoliduar opozitarizmin popullor, do vazhdojnë në çdo qytet, në çdo qytet, vazhdimisht do kenë mitingje të mëdha.
Ndërkohë jam shumë i interesuar të di rreth procesit që është duke u zhvilluar ndaj Ekrem İmamoğlu't Sokol. A kemi detaje, kemi informacione rreth procesit hetimor, masës ndërmarrë kundrejt këtij të fundit, çfarë thon autoritetet e drejtësisë turke? Jo, deri tani nuk kemi për si vetë procedura ligjore në këtë çështje e Turqisë, është që tashmë prokurori dhe prokurorët në fakt po bëjnë akt akuze gati, ku kjo do edhe me muaj të tërë, mund të dalin nesër, mund të dalin edhe me muaj të tërë. Është në proces të akt akuzës, por vizitat që i shkojnë në burg Ekrem İmamoğlu ka qenë përgjatë pushimeve, që thash 10 ditë që kishin pushime, por edhe ditën e sotme dhe ditën e dieshme, lider të ndryshëm, politikanë të ndryshëm të Turqisë, ku në mes tyre mund të theksojmë që janë edhe ish njerëzit më besnik të presidentit aktual Erdogan. Por gjithsesi deri më tani nuk kemi gjë hapta, domethënë një akt akuzë të qartë, por opozita e bën thirrje presidentit Erdogan që për çdo gjë, çdo lloj padije dhe çdo lloj gjyqi që do të jetë me Ekrem İmamoğlu'n, mund t'i shfaqin, jo mund t'i shfaqin, por duhet t'i shfaqin në televizionin, radio televizionin turk të rëtë, që të shohë gjithë populli që jo me të vërtet po na godisni neve, domethënë po godisni opozitën dhe po godisni rivalin tuaj të arshëm Ekrem İmamoğlu'n, ta morë vesh të gjithë popullit se nuk ka lidhje me korrupsionin, nuk ka lidhje me vjedhje, me hajni dhe me shpërdorim detyre, por me ky pretekst normalisht që është vetëm në fjalë, sepse gjërat e tilla në Turqi paktën deri tani nuk kemi pa që të ndihen që të jenë gjyqjet drejt për drejtë në televizion. Duke qenë se më përmendet televizionin turk Sokol, kemi patur të bëjmë me një lloj censure të jashtëzakonshme të gjitha zhvillimeve, të gjitha protestave të zhvilluara për nder, respekt dhe për lirimin e kryebashkiakut İmamoğlu. Sa e vërtet është, a kemi një lloj censure totale sa i takon të gjitha këtyre zhvillimeve të cilat lidhen me çështjen e İmamoğlu't dhe a ka media të cilat të transmetojnë të gjitha zhvillimet ashtu si janë, të paktën pa i deformuar? Po, ka, por në fakt censurizimi në mediat turke, sidomos dekadën e fundit, por edhe më parë, në fakt nuk është vetëm e sotme, pari që vjen qeveri këtë censura i bën normalisht në Turqi dhe këtu lën për të dëshiruar edhe drejta e fjalës demokraci dhe fjala demokraci në popull, por gjithsesi këtu kemi 3 kanale televizive, ku tashmë kryetari i opozitës Özgür Özel ka shprehur krejthatën e të gjithë fjalimet e tij në protesta, në mitingje që ka bërë, ku bën një protesta kundër radio-televizionit turk, por edhe televizionit tjera privates, të cilat nuk e kanë dhënë asnjë lajm, asnjë gjë më të vogël, domethënë nga gjithë ata me miliona njerëz të dalur në protestë paqësore dhe nuk ka dhënë asnjë lajm për këtë, ka bërë thjesht të protestojnë dhe të jetë në bojkot domethënë kundër atyre televizioneve, normalisht që censura në Turqi është dhe ato 3 televizione që e kanë dhënë drejt për drejt, domethënë gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, mitingjet, protestat që i kanë dhënë në televizion no comment, ato tashmë janë proceduar nga Këshilli i Lartë i televizionit turk, ku për 10 ditë do të mbyllen ekranet ato, një nga ato televizione të tjera, të tjerë do paguajnë me qindra mijë euro gjop për shkak me pretekstin që ata po ngrejnë popullin në revolt kundër një qeverie që ka zgjedhur vet populli. Gjithsesi, mirë, nuk di që Turqia të jetë kthyer në diktaturë, të paktën në mënyrë direkte ende jo, Sokol. Më duket pak jashtë logjikës ky pretendim që ka ngritur Këshilli i televizioneve në Turqi. Gjithsesi, është realisht një shqetësim shumë i madh. Po në fakt nëse një njeri që jeton në Turqi, për këto janë në krejt normale, jo vetëm televizionet, por qoftë edhe me qindra apo me mijëra llogari në mediat sociale, në mediat të ndryshme sociale, në YouTube e në të tjera, në Turqi mbyllen vazhdimisht, ku ministri i punëve të brendshme Ali Erlikaja po thuhet gati për ditë për anonson në median sociale X, ku thot ka që u arrestuan për këtë, ka që mbyllen numër llogarish në X apo në Facebook apo në YouTube apo në vende të tjera. Kjo është një gjë rutine në Turqi dhe kështu
mund ta quajmë domethënë që për të kontrolluar çdo gjë dhe çdo cep dhe çdo gjë nga pushteti, këtë në Turqi e quhen normale, domethënë normale nuk nga ana e popullit normale, por nga ana e qeverisë këtë quhen normale për të ruajtur për të mbrojtur rendin publik me këtë pretekst është, por normalisht siç e thashë më parë që në këtë Turqia ka qenë dhe është dhe tashmë çdo ditë më shumë ble për të dëshiruar, domethënë tek drejta e fjalës dhe tek drejta e asaj. Dhe nëse e shohim për shembull kemi dy grupe kanë televizor, 95% që i përkasin qeverisë, mbështetësve të Erdogan dhe biznesmenëve të Erdoganit, por edhe radio televizioni Turqia është njëjtë krah. Në krah tjetër kemi 3 televizione ku atje flitet fjala ndryshe, ka mendime të ndryshme, por gjithsesi të kemi një media demokratike ku për shembull sido që të jetë, sado fort që të jetë qeveria, në një televizion shtetëror duhet të dalit të flasë edhe pozitari edhe opozitari, edhe pushteti edhe opozita, por këto nuk ndodhin, sidomos këto vitet e fundit as që bëhet fjalë të ndodhi, biles në të kundërtën, nëse lëshoni një akuzë apo një kritik ndaj qeverisë, këtu quhet edhe tradhpari kombit, sepse kjo ka zgjedhur populli dhe nuk do të themi fjalë të zgjedhurve me këtë pretekst, por gjithsesi mirë, dhe kjo të letë në më kuptosh që kemi një cënim total të demokracisë. Po, në fakt, për të drejtën e fjalës, Turqia, nëse shohim raportet e Bashkimit Evropian, domethënë këto janë të nënvizuara vazhdimisht çdo vit, nuk është vetëm hera e parë, domethënë tani, por në krizat e tilla, në protestat e tilla, ku populli është i pakënaqur ndaj qeverisë dhe dele proteston apo shprehet për këtë, normalisht Turqia këtë aplikim ka të vazhdueshëm dhe kjo shihet edhe në raportet ndërkombëtarëve që flasin për lirinë e Turqisë, për cënimin e medias, për cënimin e fjalës së lirë. Këto në Turqi mund ta themi që janë edhe gjëra normale dhe jo anormale, për atë që është në qeveri, të paktën që një çerek shekulli që jam unë të që kam qenë edhe një kohë para se të vinte Erdogani në qeveri, po njëjta gjë ka qenë në vitin 2004 deri në 2010-2015, domethënë aty dikun ka qenë pak më të liberalizuar, kurse tani vin punët edhe duke u shtrënguar edhe më shumë, edhe të shprehen domethënë edhe vetë të gjithë liderët opozicës, qoftë siç e thash edhe pak më parë, edhe shokët e miq, njerëz më besnik të Erdoganit, po ashtu edhe deputet që janë aktualisht në parlamentin turk në partinë e Erdoganit në AK Parti, po ashtu shprehen me këtë, por gjithsesi nuk po ndryshon në gjë, kurse që dje sot janë duke folur ata fjalët e bukura që tha Trumpi kur ishte në komunikat për media me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, që Erdogani është burr i mirë, që po e ka plën media dhe media kritike që më ta quajmë opozitare, që është shumë e vogël, domethënë 3-4 kanale, nga mira kanale që ka Turqia, ata po merren përsëri me këto problemet jetike të popullit, me problemin e drejtës së fjalës, me arrestimet, me protestat, por gjithsesi duhet kohë që të shohim se si do të jetë ecuria e opozitës, do ta konsolidojë, a do të jetë në gjendje me vërtet ta konsolidojë mbar popullin turk që të uli në tavolinë edhe qeverinë dhe vetë presidentin Erdogan. Mirë, duke qenë se më përmende presidentin Erdogan, a ka patur reagimet e tjera të paktën nga ana e këtij të fundit përpos dënimeve që i ka bërë demonstratave, përpos se i ka quajtur tradhëtar të gjithë ata të cilët u ngritën në protesta për arrestimin e Imamollut? Çfarë kemi aktualisht në politikën turke, Sokola? Kemi patur të bëjmë me kundërshtime të retorikës Erdoganit dhe kemi patur mesazhe të cilat vinë edhe nga ndërkombëtarët se reagon situatës së brendshme politike në Turqi? Jo, nga ana ndërkombëtare nuk është se kemi ndonjë reagim, edhe pse për shembull Turqia është një shtet i madh, nuk është se Shqipëria që të çohen të flasin atë ambasadorët, as që njeh njëri biles ambasadorët. Ky ambasador ka punën e vet atje, që në punë si shtetit të tij dhe përfaqëson shtetin e tij, kështu që nuk ka përndësime, kurse nga jashtë kemi marrëdhënie internacionale nga Parlamenti Evropian sot ka bërë një vizitë në Partinë Republikane Popullore, kurse në mitingun e pas fitores që
bëri në kongresin e jashtëzakonshëm, Özgür Özali akuzoi Erdoganin që të jetë një lider junta dhe të jetë kundër demokracisë, jetë kundër fjalës së lirë, jetë kundër të drejtave të njerëzit dhe kjo ka bërë që gjithë stafi ministror, domethënë që gjithë ministrat, këshilltarët e Erdoganit që janë median sociale, po dhe në mediat shtetërore, kanë dënuar shumë ashpër këtë që Özgür Özali qua një lider i juntës Erdoganin, edhe në ditën e djeshme Erdogani është përmendur për ta që ju jeni junta, sepse ju na keni lënë mrapa dhe jo ne, unë jam emri i demokracisë dhe jam demokracia vetë, shpreh Erdogani, por gjithë media pozitare, domethënë e qeverisë në këtë aspekt. Për të së vërtetës demokracia vetë është bërë Erdogani, se aq vite sa kam pushtet Sokol, shqyr nuk e ka vetë shpallur vetëm mbret. Po, në fakt këto janë, sepse kur rrin në një vend, në një koltuk për 2 dekada e sa, ndoshta atë mund të jetë normale të gjëra për të duk vetja mbret, për të duk vetja zatën president është edhe nuk ka edhe mbret të ishte nuk ka gjithë ato kompetenca sa ka presidenti, por këto janë debatet, në fakt janë debatet që janë për të mirën e pozitës dhe për të mirën e Erdoganit, sepse dhe të kuptuar keq që Turqia ka kriza ekonomike shumë të mëdha, ka një inflacion shumë që nuk po kontrollohet dot që 2 vite gjysmë, që 3 vjet, inflacioni është i lartë, pas zbrit në 42%, që u ngret pak në 46% vjetore, një kamata bankare. Dhe normalisht kur debatohet për gjëra të tilla më është hik vëmendja, domethënë të intereson aktualitetin ditor, po ashtu edhe vetë marrëdhëniet për shembull ndërkombëtare dhe lëvizjet gjeostrategjike që janë në rajon në Siri, sidomos edhe në Gaza, këto ndihmojnë edhe pozitën e Erdoganit për të tërhequr vëmendjen e popullit nga kriza problematika edhe nga protestat të mrenshme, për ta eksportuar domethënë për jashtë që unë jam lideri botëror dhe ja gjithë bota Izraeli do na luftoj neve, domethënë unë jam i fortë i tyre, dhe kështu që normalisht mbështetësit e Erdoganit janë si thënë në rrethin e vet, po ashtu edhe opozita thotë që kjo është gabim sepse ne kemi probleme të mrenshme dhe tjetra është marrëdhënia ndërkombëtare, tjetra është gjeopolitika e Turqisë për jashtë, se për jashtë jemi të gjithë një, por kemi një hall përmena dhe këtë hallin përmena duhet ta zgjedhim në fakt. Ndërkohë vijojnë protestat Sokol, kemi një qetësim të këtyre të fundit, është lajmëruar për të tjera demonstrata, çfarë është duke ndodhur dhe çfarë parashikohet në vijim. Duke patur parasysh që arrestimet kanë vijuar Sokol, janë arrestuar artistë, janë arrestuar gazetarë, janë arrestuar sipërmarrës të tjerë. Po, arrestimet domethënë vazhdojnë, arrestimet që janë në kërkim, biles jo vetëm në lidhje me këto demonstratat e 2 javëve të fundit, por edhe të Gezi Parku që është bërë në 2012, që atëherë ende pra vazhdojnë të arrestohen njerëzit dhe i bën një ndërlidhje me aktualitetin e sotshëm, domethënë të protestave të opozitës së sotshme pas arrestimit të Ekrem İmamoğlu't, por protesta mallore jo, nuk kemi ne për disa universitete studentët protestojnë, por jo në të gjithë Turqinë nuk kemi protesta mallore, sepse vetë kryetari i opozitës, Özgür Özali, ka thënë këtë protestën do ta kthejmë në mitingje të mëdha ku dhe t'ja fillojnë domethënë në Samsung dhe në të gjithë Turqinë, mitingje shumë të mëdha për të treguar pozitës, domethënë për të treguar presidentit Erdogan që ja populli të ka lënë ty dhe është pas në shoqi për të arritur me ul në një tavolinë, dhe plus kësaj është që ende pozita e Ekrem İmamoğlu't, edhe pse tashmë nuk është kryetar bashkie, më është emëruar, është zgjedhur nga Këshilli Bashkiak i Istanbulit një kryetar tjetër, po i kësaj partie që është, ende aty është frika që të merret partia domethënë Bashkia Metropolitane se mund të merret me një administrator, i jepet një administratorit të partisë Erdoganit, domethënë të qeverisë, sepse ai vendimi që ka dhënë gjykata e Istanbulit për arrestim për korrupsion dhe vjedhje, ajo nuk ja merr bashkim, por nëse ajo gjykatë jep një vendim që thotë për të arrestohet për terrorizëm, atëherë automatikisht sipas ligjeve turqe, që ka vuar Erdoganit, kanë qenë që 60 vite, në fakt që 45 vite, 50 vite, janë që ai vendi administrativ, domethënë ai bashkia apo mini bashki,
cilat do qoftë ajo, i ka lënë një administrator të besueshëm të qeverisë. Domethënë automatikisht ka lënë në duart e Erdoganit dhe atë vendim që ka dhënë gjykata për mos arrestimin për terrorizëm të Ekrem İmamoğlu't, prokurori i Qeshjes e ka bërë ankimimin në apel për këtë dhe tashmë pritet edhe vendimi i ankimimit të tij, nëse ajo gjykatë që ka pranuar ankimimin e prokurorit mund ta marrë në arrest për terrorizëm, atëherë edhe kryetari i bashkisë, sepse është zgjedhur nga vetë Këshilli Bashkiak i Istanbulit, ai përsëri bashkia ka lënë në duart e qeverisë, domethënë kërkohet një administrator, por nëse e shohim gjithë rrethanat e tyre pas arrestimit të Ekrem İmamoğlu't, të gjithë stafit të tij që mund ta quajmë ose shokëve dhe bashkëpunëtorëve të tij që janë 110, nga këto ku 50 saktë janë tashmë në arrest në burg. Të gjithë të kallen nga ato që janë arrestuar, janë mbajtur plus arrestimit për korrupsion, janë arrestuar edhe për terrorizëm, ku një ndër bashkitë më të mëdha të Istanbulit, që është bashkia e Shishli Belediye, si quhet në turqisht, ajo ka kaluar në duart të një administratorit, Kaymakamit, domethënë një njeri të besuar të qeverisë Erdoganit, po ashtu ky rrezik ende nuk është eliminuar totalisht, por vetë konsolidimi i opozitës popullore, domethënë në krahut e Partisë Republikane Popullore Turke, nëse do të arrisin këtë konsolidim ta mbajtë gjallë ta shumë muaj, atëherë gjërat mund ndryshojnë, por në të kundërtën mund të shkojnë edhe më keq, ku jo vetëm Bashkia e Istanbulit, por edhe shumë bashki të tjera, siç është shprehur Erdogani, që ky është karrota e vogël në një fes, po prisni se të shihni, domethënë në vitet në vijim, të shihni edhe shumë se çfarë partie është kjo që vetëm vjedhin, grabisin, e shesin Turqinë të altarët e kombit, kështu që ende nuk ka marrë një gjë që të themi për një gjë tjetër, por turqit i thojnë ka një fjalë të urtë këtu a Turqi, dhe çdo gjë për çdo minutë mund ndryshojnë krejt gjërat që i kemi ditur deri tani, mund të ndodhi e kundërta. Ndërkohë, Sokol, për ta mbyllur, janë mbajtur edhe primaret në Partinë Popullore Republikane për të zgjedhur kandidatin për presidenciale 2028. Sipas informacioneve të mia, kanë marrë pjesë diku të rreth 15 milion individ, 1.6 milion kanë qenë antar të vetë dhe pjesa tjetër kanë qenë individ, qytetarë të ndryshëm, të cilët kanë zgjedhur që të jenë bashkë me ish-kryebashkiakun İmamoğlu. A do ta pengoj kjo mas sigurie, pra ky dënim që ka marrë aktualisht İmamoğlu për të kandiduar apo qoftë edhe për të zgjedhur president në vitin 2028, çfarë parashikohet, si qëndron procedura? Po, në fakt, atë zgjedhjet primare, si mund ta quajmë një referendum brenda partijak, nga 1.75 milion antarë të Partisë Republikane Popullore Turke, 1.65 milion kanë hedhur votën për Ekrem İmamoğlu, se vetëm ai ishte, domethënë, kandidat aty. E para, e dyta, plus kësajt edhe 13 milionë e gjys qytetarë të thjeshtë, domethënë që nuk janë antarë të asnjë partie, kanë shkuar, kanë shpreh vullnetin e vet në një kuti tjetër, normalisht aty në të antarët të partisë, ku i takon 15 milionë e gjys qytetarë turq që kanë shpreh dëshirën që në zgjedhjet e ardhshme të jetë kandidat për presidenti i Partisë Republikane Popullore Turke, të jetë Ekrem İmamoğlu, dhe procedurë ka mbaruar tashmë, kurse ditën e pardjeshme Partia Republikane Popullore Turke ka hapur një firmë, domethënë ka hapur një dohuri tjetër që nuk ka qenë, domethënë, deri më tani në Turqinë, që për gjithë popullin ka hapur lista në fletë të bardha, ku çdo kush që dëshiron të jetë për zgjedhjet e ardhshme kandidat për president Ekrem İmamoğlu, mund të shkojnë të hidhin firmën aty, të firmosin dhe të shkruajnë emrin mbi emrin, ID-n edhe të vetat, ku deri më tani, sipas prononcimeve zyrtare nga Partia Republikane Popullore Turke, në orët e drekës së sotme ishin 7.2 milion njerëz kanë hidhur firmën atje me emër mbi emër dhe me ID, domethënë jo vetëm kështu thjesht në media sociale. Edhe kjo pritet që sipas opozitës pritet që të jenë 28 milion firma që të jetë kandidat për ashtu. Po kur nëse i kthejmë pyetjes tashmë tek ajo që a e pengon Ekrem İmamoğlu, me legjislacionin turk duhet të thënë kjo që anullimi i diplomës së universitetit nuk e lejon në zgjedhjet e ardhshme
që të jetë kandidat një që s'ka mbaruar fakultetin e para. E dyta, partia opozitare këtë javë, ditën e djeshme, ka bërë ankimimin për ta rrëzuar vendimin e Senatit Istanbul University që ka anulluar diplomën e Ekrem İmamoğlu't, dhe domethënë është një procedurë juridike ku me të vërtetë kjo mund zgjasë 2-3 vjet, 4-5 vite, dhe zgjat shumë, por nëse pra po kthehemi aty tek politika, nëse opozita ja arrin ta konsolidoj bar popullin, domethënë arrin konsolidoj mbështetësit e tij ose kundërshtarët e Erdoganit, atëherë normalisht që do të ulen në tavolinë, por deri më tani nuk kemi domethënë gjasat e tilla, sepse Erdogani po rrit tonet edhe shumë më shumë, ku edhe ditën e djeshme avukatët e tij pse i kanë thënë në fjalimin politik normalisht në Kongresin e jashtëzakonshëm, kryetari i Partisë Republikane Popullore Turke ka thënë i lideri i juntës dhe jo i demokracisë. Ata i kanë hapur një gjyq prej 10.000 euro dam shpërblim. Domethënë kjo tregon që po i rrisin tonet kundrejt njëri tjetrit, por si do të arrisin të ulen në një tavolinë apo jo. Normalisht që e pa nga ana e politikës së mbrëmshme, të dy anët e mbasin pulsin e njëri tjetrit dhe ku do të jetë atje, sepse do të thënë edhe kjo që sovrani turk, populli turk ka mbajtur Erdoganin që 23 vjet në Turqi, dhe është një merit e tij, është një merit e tij, dhe vetëm gjë që Erdoganin e bën të ndryshojë, domethënë, është sovrani. Dhe nëse shohim sondazhet që bëhen javë pas jave, i shohim që partia Erdoganit ka rënë 3-4 pikë deri në 5 pikë poshtë Partisë Republikane Popullore Turke, që kjo ndodh për herë të parë në pas vdekjes së Ataturkut, që një partia e ish Ataturkut, është Partia Republikane Popullore Turke, të jetë partia e parë në Turqi, edhe kjo normalisht që kjo ka të rënditur edhe postin e presidentit, por edhe të qeverisë, dhe kjo është normale, por nëse në Turqi thua që do ta zbresë, domethënë do ta rrëzojmë qeverinë, këtu quhet rrallpari Covid, domethënë edhe motivimi i fjalëve që duhet të përdorësh janë pak problematike në Turqi, ku dihet shumë mirë që çdo opozitë pse është, domethënë që vetë qenia e opozitës është për të rrëzuar qeverinë, domethënë nuk është e thënë që të jetë puç patjetër. Me këtë do të shohim, por nëse ndryshojnë domethënë temat dhe populli konsolidohet me opozitën, ka një konsolidim të gjerë bar popullor, atëherë do të ndryshojnë gjërat, por nëse nuk ndryshojnë gjërat, automatikisht Ekrem İmamoğlu e ka të pamundur të jetë kandidat në zgjedhjet e ardhshme, qoftë në 28-ën apo edhe në muajin nëntor të këtij viti e kërkon opozita zgjedhjet e parakohshme, por gjithsesi për 3 vite do të kemi zgjedhje. Ama kur të bëhen të zgjedhje, Ekrem İmamoğlu nuk është, por ka edhe formula të tilla që janë të aplikueshme domethënë në Turqi, nëse e kam edhe 1 minutë kohë mund ta shpjegoj. Kemi kaluar për te çdo limite, po do ta jap edhe minutin e fundit Sokol. Okej, për shembull, presidenti Erdogan në 2002 nuk u zgjedh, nuk ishte i dënuar, sikur është i dënuar Ekrem İmamoğlu, dhe nuk u zgjedh kjo partia që sot asaj kjo parti i bëri rizgjedhje edhe një herë nga e parë në një qytet të vogël të Turqisë, ku atje zgjolli kandidat Erdoganin dhe e bëri kryeminist. Tash kjo opozita pret edhe këtë që në një qytet të vogël të anullohen zgjedhjet përpas qershorit, jo para qershorit, edhe atje të shkojnë të jetë kandidat Ekrem İmamoğlu që të zgjedhet deputet që të rregullohen të gjëra, por gjithsesi këto janë domethënë një farë, si do ta shohim në ecurinë e saj. Mirë, janë skenar të cilët nuk kemi të përgatitur për t'i parë ende, kam përshtypjen. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, të falenderoj shumë për gjithçka që përcollen në transmetim të drejt për drejt. Sokol, kënaqësi. Gjithashtu kënaqësi, faleminderit. Pak publicitet, rikthehemi sërish pas pak.